Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Mevli Krasniqi, ka thënë se është përkeqardhje që për herë të pestë ka dështuar seanca për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, teksa për herë të tretë nuk është votuar kandidatja e propozuar kryetare e Kuvendit Albulena Haxhiu nga ratat e lëvizjes Vetëvendosje. Krasniqi ka thënë se po rëshqasim në një fazë që asnjëherë si ka ndodhur Republikës Kosovës. Lëvizja Vetëvendosje, secili si takon të propozojë kryetarin e Kuvendit, ka vendosur të mbajtë peng shtetin për shkak të tekave të tyre. Për një emër të përveçëm, është shprehur ai, nuk mund t'ua imponojnë emrin deputetëve të opozitës, ka thënë Krasniqi. Mentaliteti arbitrar i marrjes së votës me zorë nuk ka vend në një sistem demokratik, ka pohuar ai. Krasniqi ka thënë se lëvizja Vetëvendosje tashmë e di që dy kandidat nga grupi i tyre parlamentar i marrin votat e mjaftueshme për kryetar të Kuvendit, por sipas tij synimi i lëvizjes Vetëvendosje është bllokada e Kuvendit. Ai ka thënë se partia e tij do ta votonte një kandidate ose kandidat që nuk ka histori.